tokë. Më ka rënur kokë. Kam dashur më me apë, ku më nje, dhe guri thapë. Ku kam pasur shtëpi, ku kam njojtur Perëndin. Moshatare, zanje në porte e paskeruvet, që shpreje gjeto bashe muji. Shikues nderuar televizionin shqiptar të Amerikës, jemi në emisionin Historia Shqiptare. Shqiptarët janë shumë që janë larguar nga vendlinja dhe ata vazhdimisht kanë ndërtuar jetën e tyre private, por kur nuk kanë haruar vendlindjen. Sot do të kemi të ftuar një personalitet i cili është i rrallë, pasi kontributi i tij është i shumanshëm, edhe është kombëtar shqiptar tërësisht, edhe veçanërisht për pavarësinë e Kosovës. Unë këtu sot si konsideruar do t'ju ftoj të ndiqni këtë bisedë Ramiz Tafilaj, i cili është larguar herët nga Kosova, por vazhdimisht ajo ka patur mendje dhe zemrën në çështjen shqiptare, ka shkruar libra të cilat kanë ndihmuar çështjen shqiptare në politikën amerikane, ka bërë takime, organizime të ndryshme duke investuar shumë aktivitete edhe shumë raste fundraiser për politikanët amerikanë të cilët kanë influencuar për pavarësinë e Kosovës. Është drejtori i përgjithshëm i Gazetës Alpeve dhe gjatë bisedës do të sjellim aktivitetin e tij. Zoti Tafilaj, mirë se ka ardhur. Mirë se kum qetë, përshëndetje. Kërkoj ndjes pasi televizioni shqiptar të Amerikës më parë do të ishim në kontakt me juve, se ju e keni plotësuar atë kriter që të jeni një person i veçantë, duke dhënë kontribut të lartë për çështjen mbarkombëtare shqiptare. Një pjesë e shikuesve, e veçanërisht ata që janë aktivista, ju njohin juve. Por për gjithë shqiptarët, për tëra brezat, jo vetëm për ata brezat tonë, por edhe për ata brezat e rinj të mësojnë eksperiencën tuaj, cilat janë rrenjtë e familjes tuaj. Herë përshëndetje, i përshëndes gjithë shikues, gjithë diasporën, e di se televizioni ju është një dritare e diasporës, e cila na bjen më afër vendindjes dhe vendindjen më afër nesh. Më vjen mirë dhe ndina shumë mirë që jam në emisionin e juaj, kaq të pam, jo vetëm në Shtetet e Bashkuara, por në tërë botën. Unë jam Ramiz Tafilaj, vjen nga Kosova, nga fshati Dubrav, tash i quajtën Lumnisht me tren, komunja Deçanit, si i ri në moshën rinore nga Universiteti i Zagrebit, kam ardhur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo sikurse shumë tjerë refugjat ose për çështje politike ose ekonomike, po thjesht sepse gjatë studimeve unë isha dashuruar me një vajzë amerikane që gjithashtu studionte gjuhë në Zagreb, dhe unë erdha pikërisht për dashninë që pata me gruan që e kam tash, Dianën. Dhe kam ardhur me 8 mars të vitit 1974. Çfarë komsi ka Diana? Diana është amerikane, po me përkatësi fetare është qifute, jevrej që i kemi. Jevrej, po, Për ndryshe me gjenerata është amerikane, ka studiu gjuhë për arsye se në atë kohë dhe ka punu edhe në Institutin e Gjuhëve të Shtetet e Bashkuara të Amerikës me qendër në Kaliforni që kanë pas. Për atë arsye dhe ka ardhur në Zagreb me studiu, dhe ashtu rastisht si student e imi taku, dhe unë e përfundova këtu. Ju përse studionit? Unë studiesha teknologjinë, ndërsa Diana studion të gjuhët. Masi që erdha në Shtetet Bashkuara. Para se të vinë në Shtetet Bashkuara të Amerikës, cilat janë kujtimet tuaja për atë periudhë, familjen tënde, prindrit, vëllezër, tjerë çfarë kisha ti? Po që na kemi qenë një familje
të them ashtu, ma e dëmtume nga ana e serboslavizmit, komunizmit atëhershëm, për arsye se edhe si rrjedhë e familjes vishim nga një fysi bityq me prejardhë prej Tropoje, po ishim edhe i takojshim edhe familjes Kryziu, dhe për këtë arsye na ishim pak a shumë më të prekur në qëndrim, dhe na nuk e shishim mundësinë atë kohë që do të shkollohemi ose do të kryjmë ndonjë shkollë, sepse prindet ishin orientuar për me ekzistuar, një ekzistencë. Për fat mirë, një ftesë nga komuna e Deçanit i vjen babës në atë kohë, po foli për vitet 65, 1965, cilën baba nuk ka mujt me lexu dhe ishte në gjuhën serbo-kroate të asaj kohe. Dhe shkon për me pyet vllaun Njaziun, i cili kishte mbaruar klasën e 8, me pyet se çka po thot kjo letër. Në udhtim e sipër e ka takuar një serb të fshatit me emrin Lazar Otashović, dhe e pyet ai Lazari, ku po shkon? I thot Rexhepit. Thot Rexhep, baba thot shkoj me këqyr, ka thot kjo letra. Thot ta lexoj unë letrën. Dhe thot ti din me lexu? Po, thot ja lexon letrën, ja tregon arsyet çka ka pas ajo shkresa. Edhe ky tashtit kthehet në shtëpi, edhe gjatë asaj nate thot nana dhe vllaznit axhallar tanë thënë ka qenë shumë i shqetësuar. Në mëngjes i ka thirrë vllaznit e vet, ka thonë na duhet me pruni vendim, ose dojmë i shkollu fëmijët, ose dojmë u pasunu. Kush don mu pasunu, le ta marr tokën, le ta marr gjitha, unë du me i shkollu fëmijët e mi, dhe si rezultat me një kohë shumë të shkurt, Njaziu e ka orientuar drejt shkollës mesme që ka përfunduar në Gjakov më vonë, dhe mas ne ka vazhduar studimet në Zagreb. Tu bazuan në atë incident aq të vogël, ja kemi pa hajrin, si më thonë, gjithë ne, edhe ty falendëruar edhe Njaziu që u tregu si student tepër i mirë, edhe na patë mundësinë mas ne mi vazhduar. Sa fëmijë? Imi 10 fëmijë, 5 djem, 5 vajza. Unë jam i mesit, asi vogli, asi madh. Të gjithë jeni në jetë? Gjithë, jo, një vlla dhe një motër na kanë vdek, ata me të thonë drejtën ndoshta kanë qenë edhe më të mirë, padyshim më të mirë, po thojnë se Zoti i merr lulet mas pari, mas ne i merr këta tjerët. Kështu do më thonë, jeta ka qenë, jo edhe çka që ku me ditë, po kujtimet janë shumë të mira. Në fshatin tanë kemi qenë gjithmonë kompakt, gjithmonë të afërt njëri me tjetrin, por vitet 60-70 jeta ka qenë natyrisht shumë e vështirë. Kom lind kohën kur kemi pas për dritë, kemi përdor pishën, e tash përdorim edhe rrymen elektrike, forcat nukleare, teleksi, telefoni, një gjë që vetëm njeriu mundet më adaptu kohës ka shpejt. Po tash bota është him brenda një prizme shumë të vogël. Po besoj se atë formimin e fëmijërisë e keni marrë me vete në Amerikë. Absolutisht nuk muj me harru, gjithmonë jam afër Kosovës, kom marrë kontakte të rregullta me Kosovën. 5 vjet e para nuk kom shku në Kosovë, sepse çashtu edhe ish situata bile. Në cilin vit keni ardhur? Po kur erdha në Amerikë, unë pej Detroitit vetëm kum kalu nëpërmes aeroportit, përfundova në Kaliforni, atje jetonte Diana, dhe aty kemi nejtë shumë pak, imi ardhë në vendlinjen e Dianës në Wisconsin. Aty në Wisconsin kum punu lloj punësh, ndërkohë printe Dianës ma bleni shitore mobiljesh si dhurat martese. Për një kohë 2-3 muaj që ku majt atë shitoren, por nuk e shisha veten me një shitore ku do t'jemi kufizum lëvizje, do t'jem gjithmonë në shërbim të nuk e pashat zgjidhje, dhe i thash gruas jeme se du mu largu prej Wisconsin, du më shku me gjetë vetë jetën time, ndërkohë në të lajmërej ty kur në stabilizona dhe t'i vjen të unë. Prej aty kom kalu në për Chicago, kom punu një gjysë dite, kënë shqiptarë, kom la pjata, nuk kom mujtë me qëndruë asaj pune. Nga Chicago kom përfundu edhe një ditë kom najtë në St. Louis, Missouri, atje kom qenë pëthuj si hamal në këto vendet ku i shërben Coca-Cola i qënë për shqitorit ndryshme, edhe aty s'kom mujtë me qëndruë. Edhe e pyeta shqiptarin që punojsha për të, ku është zhvillimi më i madh në Amerikë.
edhe ai më orientoi në Houston. 3 javë të para kom flajt në makinë, nën ura, se s'nifsha kërkon, s'kisha nën ura, po, në makinë. Çfarë muaj ka qenë? Vera ishte, po me që thate s'kisha ku më shku. Këndën 3 muaj ke fitën në makinë. Edhe një jetë të përfshtirë, po e kisha vendosi me gjithë vetën vetë. Çfarë punë bënje gjatë ditës? Çka më isha, me shërby, me pastru, ku më isha sa me bo një egzistencë. Ndërkohë e lajmëroj. Cili shtet ishe? Texas, në Houston, Texas. Në Texas. E lajmëroj Dianën me telefon njëherë dhe i thamë se jam në Houston. Ajo më tha, thotë, e kom në motrën në Houston, që unë se disha si e ka motrën. Ajo ishte edhe rasti që motra Dianë së erdhe murë dhe një kohë shkurt banova të motra Dianë, kunata, se mi thonë, edhe burri saj, o jenë sjellë shumë mirë me ta. Ma kanë gjetë një punë pastrus në një digaster ndërtimtarie në Houston, e vendosë mu këthuj bashkë me Dianën për në Kosovë, se nuk më isha mo me i qëndrua se jetë ashtë vështirë. Dhe para se më shkue, ma boni një pyetje Diana, tha, dënë me pa dishka që se ki pa ndoshta, se ku të shkojmë Kosovë, së mundë ndoshta më këthuj ka shpejtë. Mu më interesat dhe me pa se si është kompjuteri, si vepronë, sepse në Zagreb e kisha dhonë një provim kompjuterve. Dhe në këtë kohë, Diana sjell një profesor nga Universiteti i Houstonit, ai pas ka qenë edhe, si i thonë këta, Dean of University, dhe ai tamam në këtë lamin e kompjuterve, i cilin nesrit murë më qaj i pash kompjuteret, po dhe më afroj bursën për me mujtë me i dhonë ndryshimet e landëve dhe me diplomu në computer engineering në Houston, Texas, në vitin 1975, veç e kom përfundu. Dhe tash ndërkohë, Diana erdhë, na fillum një jetë pak më të lumtune. Edhe me Dianën në vitin e parë nuk kemi pas ku me ditë na jetë, sepse çdo gjë fillon të nga zeroja, edhe printe Dianës pak u irritun me mu pse unë u largova në atë mënyrë, edhe nuk deshin me na ndihmu. Po eventualisht për na ndihmë të nevojshme ishin gatshëm, po na refuzojshim me kërku ndonjë ndihmë, deshim me bë krejt forcat tona.